Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas rrëzimit të kërkesës së opozitës për të shkarkuar Niko Peleshin, lëshoi akuzën në drejtim të majorancës. Berisha tha se ishin 2 raporte për t'u hedhur në votim. Ai tha se majoranca merr veç urdhra. Raportet dhe pastaj bëhet votim, por ka një procedurë të sankcionuar rregullore. Po këta nuk njohin rregullore, këta njohin vetëm urdhra që marrin dhe pastaj bëjnë të paditurin. E ndëgjuat ju Niko Peleshin se si u përpoq me hipokrizin më të madhe të mbroj kolapsin e plot parlamentar që ka krijuar. Ka ndodhur ndonjëherë në historinë e një parlamenti në botë që të kaloj për 28 minuta të miratohet kabineti i ri dhe programi i saj? Kur? Ka ndodhur ndonjëherë që në seancat të tëra parlamenti të mbyllet brenda disa minutave dhe ka 2 muaj që ka filluar punën, ka patur vetëm një ditë punë. Vetëm pardje. Apo kur pat ditën e hënë. Po. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ta vazhdojnë në një kaos të plot, flasin për qartë. Do ta bëj, thot, Parlamentin Evropian. E ndëgjon ti Muhamet apo jo? Se cilë është standardi evropian në kohë kur parlamenti ka delinkuent sa çdo burg tjetër i vendit. Po ndërkohë ju jeni gatshëm të uleni për senatin me kryeministrin Edi Rama? Absolutisht jo, nuk e kam thënë atë. Më vjen keq që e shtroni. Ka një komision parlamentar, ai komision dhe ai ligj nuk parashikon as pak në asnjë rrethon uljen time me Edi Ramën. Po mund ta sqaroni sepse ka ngjallur. Ja e sqaroj pra, ai parashikon Ambrozia që përfaqësuesit e 2 partive në komisionin për zgjedhjet elektorale të parlamentit të diskutojnë edhe këto çështje, çështjen e senatit dhe çështje po u pranua senati, natyrisht vetvetiu numri i deputetëve do të reduktohet. Dhe unë jam për këtë variant, sepse ideja e senatit nuk është ide e imja, fillimisht është dhënë nga indjeri Sabri Godo dhe mbrojtur me shumë, do thosha unë, me shumë aftësi, por qëndron një ide, vendi mund të ketë një senat me një numër me të reduktuar deputesh në mënyrë që të mos shtohet fatura fiskale e këtij institucioni. Por kjo në këtë mënyrë është dohen pa është jashtë çdo lloji, po unë jam këtu për të dënuar me forcën më të madhe ndërhyrjen brutale të Edi Rams pranë prokurorit që ka dosjen